Kryeministri Edi Rama, duke folur në një intervistë për Euronews, e përshkroi Bashkimin Evropian si një perandori që ka hapur tashmë dyert për Shqipërinë, duke theksuar se procesi i zgjerimit është një realitet që do materializohet gradualisht. Ai nënvizoi se perceptimi për vendin ka ndryshuar ndjeshëm në skenën ndërkombëtare, ndërsa imazhi negativ i dikurshëm nuk përputhet më me realitetin e sotëm. Imazhi ka ndryshuar tashmë dhe ndryshon çdo ditë, sepse Shqipëria nuk është më ajo gropa e zezë në mes të Europës, një grop ku të gjithë imagjinonin mafjen, kriminal, drog, prostituta dhe çdo gjë të keqe të mundshme. Tashmë Shqipëria është një vend rrezatues që vijnë ta vizitojnë miliona e miliona europian, të cilët e shohin që ajo është një pjesë e Europës, e cila duhet të jetë pjesë e mozaikut. Ndërkohë, a kemi ende probleme me krimin e organizuar? Po, kemi. Kush nuk ka? Ju shihni këtë qytet për shembull, dhe prapë tu ndodhin gjëra të jashtëzakonshme. A kemi probleme me drogën? Kush nuk i ka? Sigurisht na duhet luftojmë. Lufta nuk morën kurrë, siç tregon edhe shembulli i Europës. Europa e ka luftuar drogën pafund, por droga ende mbetet e pranishme në Europë dhe lufta vazhdon. I pyetur mbi marrëdhëniet e tij të mira me kryeministren italiane Giorgia Meloni, Rama u shpreh se Italia ka qenë historikisht një partner i qëndrueshëm i Shqipërisë, pavarësisht përkatësive politike të qeverisë që kanë qenë në pushtet. Tani jemi kurreshtar sepse ajo është grua. Ne duhet të themi se kur bëhet fjalë për Italinë ka diçka shumë të veçantë midis Shqipërisë dhe Italisë. Në përgjithësi, me të gjithë kryeministrat italian, pavarësisht partisë apo ngjyrave politike të qeverisë, janë treguar shumë të mirë me ne. Me Giorgian ka një kimi mjaft të veçantë, nuk e fshet dot, sepse është shumë e dukshme apo jo. Përtej kësaj, megjithatë, ai është njëri që priret më shumë të bëjë se sa të flas. Çka më duhet të them, nuk është i parë italiane, por ajo është e tillë. Giorgia është e vetme në llojin e saj dhe nuk jam i sigurt nëse mund të përsëritet, por nuk ka as pak dyshim se më shumë gra në pozicione drejtuese do ta ndihmojnë Europën të jetë më e fortë. Intervista e kryeministrit vjen në një kohë kur procesi i integrimit evropian është një fazë kyçe dhe kur Shqipëria synon të përshpejtojë hapin drejt anëtarësimit të plotë në Bashkimin Evropian.